Mielli tip 400 konsiderohet si një prej tipeve më të mira të miellit që gjendet në tregun e Kosovës. Po jo secila sasi e këtij mielli është e sigurt, për shkak se disa mollë në Kosovë kanë hedhur në treg miellit të tipit 400 pa përbërës që janë të obliguar sipas ligjit ja vendosin. Fjala është për acidin folik dhe ferrosulfatin, të cilët ta mollin sipas ligjit fuqi janë i obliguar ta pasurojnë mielin në mënyrë se ta hedhin në treg. Rreziqet e mungesës së acidit folik në mielin e prodhuar në mollë janë defekte të fëmijët e posalindur, anemi, rreziqe gjatë shtatëzënisë, pra të gratë shtatëzëna paraqet shumë rrezik kur konsumojnë miell i cili nuk është i pasuruar me acid folik. Po ashtu, rreziqet nga mungesa e ferrosulfatit, që është obligim ligjor me ja vendos miellit nga mollet, janë shkaktimi i anemisë, përkatësisht mungesa e hekurit, rritja ndjeshmërisë ndaj infeksioneve, janë më ndjeshme gratë nga infeksionet, vonesë në zhvillimin e fëmijëve. Këtu janë disa nga rreziqet, po kush janë kompanitë më saktësisht edhe çka gjeti AOV në këta mollë gjatë prodhimit të miellit tip 400. Inspektoriati fitosanitar i AOV-it vitin e kaluar kishte zhvilluar inspektime në mollet e kompanive Blerina SHPK dhe Amidoni Grup në Lipjan, ku kishte gjetur se këta mollën prodhojnë miell pa acid folik dhe ferrosulfat, që është obligim ligjor. Kompania Blerina SHPK i kishte pohuar inspektoriatit se miellin e pasuron me acid folik dhe ferrosulfat, mirë po pas nxjerrjes së analizave që i kishte bërë AOV, ishte konstatuar se kjo ishte një gënjeshtër e rregulluar. Mandej, në gjykatë kur ka shku, pronari i Blerina SHPK e ka pranuar, ja ka lënë pak fojnë punëtorëve, edhe ka thonë se s'kena me përsërit më këtë gabim. Ndërsa kompania Amidoni me pronor Besar Krasniqin e ka pranuar që nuk e ka pasuruar miellin me ferrosulfat dhe acid folik dhe është zotuar se në të ardhmen do ta pasuron. Mirë, po mosat e shqiptuara ndaj këtyre dy kompanive janë shumë të vogla. Fjala është për disa xhuba që janë shqiptu nga 500 euro për personat përgjegjës fizik dhe nga 1000 euro për personat juridik, përkatësisht për firmat. 1500 euro xhub komplet për secilën prej kompanive. Ne do të vazhdojmë të trajtojmë edhe raste të tjera të ngjashme me miell, misër dhe produkte qumshte në ditët të vazhdim, në kuadër të hulumtimit për produktet ushqimore që janë futur në Kosovë ose kanë tentuar të futen me përbërës të rrezikshëm.